të domosdoshme trajnimet edhe e kam vrejt në Kosovë që trajnimet bën një kohë të caktuar, pastaj lihen edhe nuk ritrajnohen njerëzit. Duhet të qetë, trajnimi duhet të jetë i përsëritshëm. Në Belgjik kam mësuar që njerëzit trajnohen edhe gjëra shumë të imta, për shembull, buzëqeshja, përshëndetja, kontakti me sy. Tash po kthehem në kohët e fillimit, si shitse, kemi pasur si detyrë nga një menaxher në atë kohë, ta mbajmë gjithherë një laps, një stilo laps, edhe ta bëjmë nga një vijë në dorë, secilën herë kur kemi bërë përshëndetjet klientit. Kështu që në fund të ditës i numërojshim secili vijat sa herë ka bërë përshëndetje gjatë ditës. Ose herën tjetër kishim njëjtë me komplimente kolegut, ose kolegës gjatë ditës. Bëjshim një vijë, nëse kisha dhënë një kompliment, komplimenti i dytë, vija e dytë, për punën, për qasjen mes veti, çdo herë u bajke një matje gjatë ditës se sa jemi aktiv në ato pika që ne i quajmë të vogla, por shumë të rëndësishme në shitje. Po, dhe cilat janë mund të kështu tre aftësitë apo tre gjëra që një person duhet i ketë që të jetë një shitës i suksesshëm? Së pari duhet të jetë dëgjues aktiv. Ta dëgjoj klientin, kërkesat e tij, qëllimin e tij, pse i duhet ai artikull. Pastaj